Nxora telefonin para. Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë mëngjesi, mirë se erdhet në kanalin tim vlog me Elin. Vlogët e mia zot na ruaj, i kapa dhe çaj bëra, nga që i kapa para se më u vesh. Edhe jam bërë tani, nga që vesha këtë jeleku, po nuk ja as bërtheva sumllat, e vesha kështu dhe i ikën shime tash i dolën të gjitha. Kam vënë këtë extensionin, po e kam kap pak gërshet se e drejtova pak, po si kisha drejtu mirë i saj me flokun tim. E ktheva kamerën këtej tani. Këtu kam lënë një fund me pupla, këtë fundin e kam lënë sepse do ta laj pak, do ta laj me duar. Nuk do ta vej domethënë në lavatriçe, kam dhe bizhame dhe këto që më duhet t'i laj. Sot përveç kafes që do të pim, që e pim bashkë gjithmonë, ta afrohem pak se dukem si pa dritë, po e di pse nuk e afrova, sepse nga që dje pata kalamaja në shtëpi, ishin në gocat e Silvias, edhe me Adriana dhe këtu kishin një pistolet me ujë, ma kishin spërkat, dhe unë sot e vura re në mëngjes, do me thënë që e kishin bërë me cirka, me gishta, dhe kështu që më duhet t'i laj xhamat, e do t'i laj sot, ndoshta nga dreka, nga mazditja, të shikoj. Se tani paretit do pi kafen, kam punë, do shkoj të bëj pazaret e fruta, perime, zarzavateve të freskëta. Plus që marrë unë do me thëmë buke tjere, që mos i tregojmë gjitha, se bëhet si monotone do me thënë. Ja u afrova. Edhe kam për të bërë solarin, kam seancën e fundit të solarit, por duke qenë që ato gocat janë shumë të mira, edhe më kanë vendos edhe dhurat, do me thënë minutat të tjera, kështu që do shkoj të bëj akoma minutat të tjera, diku mund t'i mbaroj nga data 14 ose 15 qershor, do me thënë që do t'i mbaroj të gjithë seancat dhe këto që janë dhuratë, edhe kam për të shku dhe atje, po jo sot të nesër kam me seancën e fundit, dhe kam marrë shumë gjyrë, kush më shikon, një shoqja ime ka zili kur më shikon, zili e mirë, edhe thot, kur do kem pushim, të shkoj të nxihem. Ne në fakt kemi edhe taracën lartë. Fatmiri thot, dilni tarac edhe nxiuni sa të doni. Se nuk ju shikon njeri, thot. Po, duke qenë që qyteti këtu është si vjen lartë afërsisht siç vjen Berati, edhe patjetër që shikojnë, edhe nëse do dalim tarac, do dalim me pantallon të shkurtra, mund dalim tarac me robe banjo, se do lem nam, do dalim gjithë komshit në për balkone. Po. Edhe kështu që thash do dalim tarac, po dalim kështu me pantallona të shkurtra, me bluzë, do me thënë sportive. Ndoshta për të majtë ngjyrën, jo se do me thënë jo dalim se do të zihemi kush e di, se unë kam marrë pak ngjyrë, tamam e kam, po ndoshta për ta mbajtë ngjyrën, se unë marr ngjyrë shumë shpejt, por nuk ma mban shumë lëkura ngjyrën. Do me thënë fillon edhe nëse nuk do dilja në plazh, do fillonte do me thënë që dhe fillonte me u zbarth pak. Neve në fakt në det kemi qenë, ma i kemi bë detin kush e disa herë, që zotit e kemi afër. Plazhe shumë bukura kemi afër. Plazhet e Kalkidikis i kemi afër, do me thënë mund të jetë plazhi më i largët në Kalkidiki, mund të jetë diku tek 2 orë e gjys, shumë ta. Kështu që ka dhe të tjera më afër. Ndoshta ndonjë të diel edhe mund të shkojmë, por në fund të majit Argita ka ndeshje që luajnë të gjithë njohurit në të gjithë Greqinë, po vinë dhe nga shtetet të tjera. Janë në fushën e kickboxit, sepse do bëhet edhe box, edhe kickbox, pra do të ketë për çuna, për goca. Edhe Argita do të luaj në fund të muajit dhe na duhet të ikim, ta mbështesim. Unë këtë javë dua t'i qëndroj afër se më thot jam shumë me ankth, sepse është e përzgjedhur nga trajneri që ajo të luajë në këtë ndeshje, se është shumë e zonja. Deri tani 3 ndeshje që ka bëri ka fitu. Për këtë jemi kënaq. Tani trajneri po kërkon, trajneri Argitës është Gjorgjan, edhe po kërkon flamur shqiptar. Do blej flamurin shqiptar, sepse Argita do hy me 2 flamure. Do që në fillim të vendos flamurin shqiptar, pastaj flamurin grek. Duke qenë që e lindur e rritur këtu, patjetër që edhe ajo vetë ka shumë dëshirë, do me thënë, ishte dëshira e saj që mami unë dua të 2 flamuret. I tha dhe Fatmirit, i du të 2 flamuret. Do me thënë nuk mundem do, duke qenë që këtu linda, po rritem, kam shoqërinë, kam jetën, këtu do kem jetën, patjetër që do vendos dhe flamurin grek. Shpresojmë të fitoj në një ndeshje, shpresojmë që të fitoj, mos dali, do me thënë, me gunga, me të nxira kështu,
Se kur bën këto shërbitje vjen ndonjëherë, duket që janë grushta, edhe janë i qëndrojmë darkët me akull. Këtej, i qëndroj mama, babi, vetë dhe ajo vetë, që ta sjellim çik të zbardhët. E ka kap ankthi dhe më duhet që këtë javë t'i qëndroj shumë afër, që ta kaloj, domethënë këtë periudhën pak të ankthit, se ka ankth, domethënë sepse është hera e parë që ndeshet në ndeshje të tilla me emra, edhe ajo e ka shumë qef. Sportet i ka pas qef vogël. Nuk ka lënë sport, domethënë, ku ka dash që ka kërku, e kam të qohë. Por është ky tani është sporti vetëm që po qëndron gjatë. Ky është sporti vetëm. Deri tani. Tani se sa do qëndroj, pastaj kur të rritet edhe më shumë nuk e di. Po dhe unë buste kuqe si çdo ditë, nga që ka marrë edhe ngjyrë kështu dhe mbi kontrast dhe më pëlqen, domethënë. E as nuk e kisha në mend me lyt kuqe, se unë jam te ngjyrat e tokës, po ma prishi me një shoqja, lyt kuqe se bën shumë bukur. Domethënë bie më shumë kontrast të ngjyra që ka marrë. Edhe unë po enjoy shoqen, edhe do ikim të pim kafen, do bëjmë pazaret, do bëjmë shtëpi, do bëjmë punë, do bëjmë gjell, si çdo anvis plus punës. Punën se fus fare unë, domethënë. Por do bëj një video kur nisem në mëngjes, që të kem një takim që në mëngjes, që nisem, shkoj, çfarë bëj, domethënë puna që ta dini gjithë, domethënë se puna ime është parukiere. Por mos kujtoni s'kam bërë punë të tjera, kam bërë punë të tjera. Goxha punë kam bërë, si çdo shqiptari kemi bërë punë, por kam bërë punë nga që unë jam tip vetë nuk rri dot, nuk mundem dot, domethënë. Unë dua që ta gërmoj lekun, ta nxjerr vetë. Në të paktën çdo ditë më hyj një lek në shtëpi. Që ta nxjerr unë, flas, jo Fatmiri. Jam tipi vetë që nuk rri dot, jam si mikrob. Edhe as nuk kam për të vënë kile unë. 100% e sigurt. Shkoj pim kafen. Do marrim dhe këtë fundin. Unë në fakt do t'a le këtu, po më duhet. Do t'i le këtu se i kam mbledhur, por na dalin gishtat e kamera. I kam mbledhur këtu pra, dhe të bijamet. Ja, bijamet mi ishin bërë me njallë, domethënë këtu. Po më duket, këto janë tutat, bijamet tutat poshtë, po nuk e di pse janë bërë kështu, ndoshta nga që unë jam lulet dhe ndoshta nga klori, nga acidi, as unë se di pse janë bërë kështu, se unë balkonin e laj pak me klor, edhe me këto aromat që lahen, domethënë pllakat ose parketet, po jo parketet, po pllakat më tepër. Mora dhe kafen, jam duke mbaru, e kam bërë këtu gjithë buskuq. Ja, ku na ngellën dhe këto me tregu, sepse unë isha 2 herë në pasar, po argita tjetë i kishin sistemu, qaj ishin për të larë, i kishe larë, atër vetëm këto, se vajta 2 herë, mora dhe këto, do me thënë që kisha mbet. Kumllat kemi çdo pazar, që kur kanë dalë kemi blerë, do me thënë kumlla. Këtu kam ja 30 vezë, fshati, këtu më kishe fut, do me thënë një spec, shikoj që këtë specin. Pra 2-3 kështu ishin të kalbët, sepse ishin, kur shkova unë tani, se tani ngrenë, do me thënë këto pazaret. Edhe shikoni pak ka fut kështu. Me që e mushi, me demek dha tepër, e mushi qesën, bam. Unë s'doja shumë, ja dhe një tjetër. Pastaj tjerat, këto i kam zgjedh unë, janë shumë mira. Po këto janë baçeje, dhe unë them që pse ti i hedh, i heq këtu, e të bëjnë i fërges, është gjunaf. Kështu që speca sa për gjithë kartunin, domethënë, ja. E do zgjedh ndonjë kështu që i kam marrë ca të vogla, që ti bëj të mbushur, këto janë mini të vogla, të lezetshme dhe janë shumë të shishme. Ka marrë sallatë jeshile, qep të njoma. Vetëm këto ka marrë më duket, po. Ka marrë sallatë jeshile 2 tufa dhe 2 qep njoma. Këtu ka marrë tek kasapi jon që është shqiptar dhe është super. Edhe është super i pastër, do me thënë. Këtu ka marrë mish të grirë, viçi, edhe këtu ka marrë pull që unë e porosis tek ai, pull fshati, do me thënë, e verdh.
kjo këtu është e verdhë, është super e mirë. Është shumë e mirë. Edhe këtë do ta pres, do ta përgjis pak, do ta vendos në qesën e frigorifer. Sot po mendoja të bëja spesa të mbushur, kështu që ato do bëj sot, duke qenë që është dhe koha. Në fakt doja të bëja ja prak, por se di, shikoj ma se bën nesër. E do i tregoj dhe unazën, po nëse e mbani mend këtë unazën, kjo kishte një zemër, do me thënë këtu. Kishte një zemër, nuk e di çfarë pati, duke dhe makinës mra, u kput. Zemra është në makinë, po është kput kjo që është e ngjitur me unazën. U kput fare, ka ngel një pikë e vogël kështu, ja, duket si profil. Dhe mu dhim shumë unazës, sepse unaza ishte shumë e veçantë, shumë e bukur, është një material që nuk u nxihet, açali na që quhet këtu. Edhe se di, do me thënë ta qoj, ta ngjis, nuk e di, shikoj. Kështu që këto ishin pazaret për herë të dytë. E do filloj me gatu tani. Si që pat, pastrova e qik makinën. Erdha këtu te Lidl, po 2 gjërat vogla, si gjithmonë që marrë. Jemi kejs sa do të ushqim shumë, nuk e di pse. Gocat e mia janë azelie. Edhe ajo që pat ishte që pastrova e xhami para dhe mrapa, sa e lava dje makinën sinqerisht, e lava vet te shtëpia, e bëra dritë kur ka kap një shi pastaj. Edhe ma bëri makinën, edhe njerë nga fillimi unë, kur e shkoja nga balkoni më vinte kështu të qaja. Po u lodha, do me thënë, a i djeli dje ishe 27 gradë, u lodha edhe prap ma bëri shiu pis. Kam bërë make-up, puste kuqe si gjithmonë, që mos e them më, se kam thëmë 100 herë, kam vesh një fustat. Sot jam e lirë deri në orën 3. Nuk e kam pirë kafen mëngjezit, se një 2 ditë e kam marrë me vete kafen. Do marrë një frappe kështu, frappe të mesme me qumësh do ta marrë. Sot nuk e di pse pas kam oreks me pi frappe sot. Sot kisha dëshirë me i bë dhe surprizë Fatmit e puna, po nuk e di se sot është pak larg ai. Edhe nuk e di a do arri do me thënë që të shkoj atje, të kthehem edhe të gatuaj, se më duhet të gatuaj, por jo diçka do me thënë të veçantë, do bëj pak mish sot, pjekur në furrë mendoj, nuk e di të shikoj, bëj një mish të pjekur në furrë. Kam marrë një dite në Lidl e mora, hera e parë, se unë e marrë kasap gjithmonë, s'bëhet fjalë, por kishe bërë një kështu tip mix me mishra, me bifteke, me lukanika, me suflaqe, dhe me thënë suflaqe, dhe këtu suflaqeve i thonë aty të mishit me shkop, se në Shqipëri suflaqeve i thonë tjera, dhe me thënë pites të mbushur. Por, doja të thoja dhe diçka, tani në këto momente, takova një djalë, nuk e di sa vjeç mund t'ishe, se nuk e pyeta dhe bëra gabim që s'pyeta as për emrin, se duhet kisha pyet për emrin. Një djalë diku mund të them 10 vjeç, apo 11 vjeç. Ajo mama që po e rrit të djalë, bravo, një djalë shumë e kulturë, po i vinte zor, do me thënë, se si të ma shprehte që do me thënë më kishe parë në YouTube, edhe më thot më falë, thot bëj pyetje, a ka kafene këtu afër, i them këtu se di, se faktikisht këtu nuk e di, po sa doja që ti thoja që ka Mikel më poshtë, më thot që ai e youtuber, e thot mami im të ndjek. Atëherë mami i këtij djalit, nëse djalit ka tregu, shumë faleminderit për kohën dhe për djalin që po rrit me shumë kulturë. Dhe më shkruaj një koment, që ta di do me thënë. Brava ka marrë panine, bukë, ka marrë gjëra për gocat e mia. Tu ka marrë 2 copa byreqe për vete të furra, po i bërë reklam dhe furrës, që furra ka shumë goca të mira. E ka marrë 2 kështu me spinaq, po nuk para hash shumë e ngjesë, me thënë shumë pak, nuk ma pranon organizmi që të haj mëngjes. Shikoj ca që hanë mëngjes, ndoshta shumë mirë që ushqen shëndetshëm. E kam provu se jam ushqy shumë keq, do me thënë, ndoshta jam ushqy keq sepse nuk ha shumë mëngjes. Ose ajo që bëj unë është një gjysmë avokado me bukën e tostit, e luj papa më shpejt edhe iki, edhe me krem djathi, po vetëm një fetë edhe ata me zore, ha? Të marrim edhe frapen. Erdha në shtëpi, edhe do të tregoj çik tavolinën e madhe këtu.
divanet që janë për të pastru, edhe tavolina këtu, ja atje ka pi kakao Adriana, këtu ka ngjyros, kështu që më duhet ta pastroj shtëpinë, ta rregulloj. Shumë rëmuj. Por, më parë do bëj çik krevatin e gocave, se më duhet laj çik çarçafët e gocave dhe më duhet që t'i vendos, i ka marrë çarçaf të ri roz, nuk e di pse po më shkojnë si po shikoj veten time. Po më pëlqen kjo ngjyra portokallie e lekut. Plus që jam bërë edhe për të bërë dush, domethënë, më vonë e kam lënë, ose edhe në mbrëmje, edhe më duhet që t'i heq këto me zemra. Këto me zemra këtu, do t'i laj edhe të vendos këto që ulem pak, ja tregoj ngjyrë, këtë ngjyrën këtu, ngjyrë roz. Këtu nuk duket mirë në fakt e kamera, po është një roz e hapur e ëmbël, por roz është edhe këto nuk i kam saten. Doja t'i merja të verdhë në fakt, ose një ngjyrë të verdhë, po nuk e di pse më duk shumë e ndezur. Më mirë më duk më e bukur roza, kjo roza e hapur e ëmbël për gocat. Kam mendu të nxjerrë tapetën sa për t'i ajros, për të la do prezet ca ditë, se nuk po duroj dot t'i laj t'i heq, por do pres dhe ca ditë, se njerin nga tapetet do t'a lej, e kam thënë, do me thënë që do t'a lej atë që është në mes të salonit, tek tavolina e vogël, këtë tjetrin pastaj do t'a heq, por po pres, do me thënë se është koha e paqëndrueshme, edhe thash që t'i laj, kur t'i vi ora, dhe sot do t'i nxjerr për t'i ajro, se është 28 gradë sot, shumë vap. Filloj e trugulloj krevatin, ndërsa mishin e kam vendos me pjek, kam vendos tek furra me pjek. Mendoj që pas 10 minuta, do me thënë, do t'a heq, dhe do bëj dhe dreka, plus ta shtifuze një turlik shu edhe shkon për qef. Edhe mashën, edhe çarçafët tash. Adriana ku shikon mashën? Të mashën e kam qef edhe unë. Atëherë, po të shikoni, unë nëse unë gjithmonë, do me thënë shpesh i laj çarçafët që i vendos, po nuk na u durun gocat. Adriana u dashuru me këtë ngjyrën, edhe o i du, mami, edhe kështu që nuk po presin, do me thënë me i la, edhe me i hekuros, e tjerë, që po ja vej këtë herë. Po kam një spray që është shumë i mirë. Edhe do t'i hetha të sprayin.
është disinfektues edhe është shumë i mirë. Kam dhe një tjetër që është me aromë, kam edhe një që është disinfektues, domethënë, për mikrobe. E unë i mbaj gjithmonë këto që janë për mikrobe ose për alergji. Ju a kam thënë për arsyet Adrianës. Pa Adriana nuk është që ka alergji nga këto shumë, po meraku im, domethënë. Së që ka alergji nga robet ose nga çarçafët. Po e kam ruajtur unë duke qenë që me kalimin e viteve po i kalon dhe alergjia, nuk e ka aq të theksuar tani. Edhe hajt po ja vej këtë herë. Me që s'po durojnë. Po i kërkoja një këllëf jorgani, domethënë për gocat, po nuk kishte si këto. Si gojgjura vetëm çarçaf edhe këllëf jasteku kishte. Do shkun pak edhe jorganët. Do shkun edhe pak jorganët jashtë, një herë kështu si janë të larë. Kur ti palos, pastaj duhet t'i laj prapë. Jorgana do t'i lej herë kështu. Kanë disa këllëf tjerë, po do përdor kështu, kanë jorgane pranveror gocat, një të hollë fare dhe atë do nxjerr. Këto do t'i lej një herë, se mund të t'i laj janë pastër, po do t'i laj edhe një herë para se t'i vendos tek baulja poshtë e krevati im. Qa myrin sy nga... Kalon dhe Argita Robdishani këtu, do t'a laj.
Ja, pra e hoqja dhe drekët dhe ky është ai mikseri me këto mini qoftet vogla, me sufllaqi këto mish me shkop, e këto trumbullaktat, biftek. E këtu kam të voglën, tepsinë e vogël, këtu tavën do thoja me vegje, me 2 vegje kështu dhe këtu do të vendos, do të bëj turlin, edhe do ta shoqëroj, nuk e di po mendojmë për një pilaf, po të shikoj, po deshën gocat. Edhe mund të bëj. Po e mbaj kështu si 3 këndsh telefonin, po të shikoni orën, ja. Është 4, do të thënë 4 pa një çerek. Po do t'i fus një dush, do bëj dush, nuk e di, po mendohesha që të përdorja pak kna si mask. Do ta mendoj njëherë, po besoj se kam kohë. Nuk kisha kohë të shkoja nga Fatimiri, sepse po të shkoja tek puna, është me thënë gjysmore largë edhe plus që do rri edhe atje, gjysmore, me 20 minuta mund të tem, po do rria dhe atje, po sa të kthesha, kështu që s'do bëja dot as edhe një punë nëse do largohesha. Pra nëse do ikja shpar, pra në këtë orë mund të kthehesha ose edhe në orën 3, edhe ishte e pamundur që të bëja diçka tjetër, punët e gjitha të gatuja. Kështu që e kam lënë për në fundjavë, sepse jesh në punë edhe të shtunën edhe të dielën. Për fundjavë thash, do të shkoj t'i bëj një surprise te puna. Ajo që doja t'i thoja është edhe diçka tjetër që më thoni, do me thënë çfarë videosh doni, çfarë ju pëlqen, çfarë sfide. Unë kam një vlog që më pëlqen ta bëj shumë shpejt, nuk e di se sa do ta arrij. Shpresoj që ta arrij në kohë. Edhe nuk e di, e kam një në mendje, por nuk e di se kur do ta ngarkoj këtë vlogun me kismet, ky vlogu që kam menduar unë. Kështu që më shkruani në komente, më thoni, çfarë dëshironi, do me thënë në vlogjet e ardhshme, ose pse jo dhe sfida i pranoj. Erdhëm në fund të videos, do të shihemi në videon tjetër. Bye bye!